përshëndes të gjithëve, mirë se vini në revizionin e pasdites në këtë transmetim të drejt për drejt, ku sot flasim për një temë që besoj I intereson të gjithëve atyre të cilët e duan biznesin. Dhe në fakt ditët e sotme ne gjithmonë më shumë duam të fokusohemi pak tek fusha e biznesit. Ka tashmë evente, trajnime që Vasil Naçi I ofron prej kohësh nëpërmjet atyre që mund të bëhen pjesë pikërisht mjeshtro biznesin prej kohësh tashmë është kthyer në trajnimin më interesant për ata të cilët duan të kenë një qëndrueshmëri në biznesin e tyre, por ndoshta edhe për të patur sugjerime, mjetet e duhura, njohuritë që I shërben gjithkujt. Këtë herë zhvillohet nga data 11 deri në 13 prill dhe është një mundësi për të gjithë ata të cilët sikurse e thash kanë në fokusin e tyre këtë periudhë biznesin. Ne do të flasim gjerësisht për të kuptuar pak edhe cilat do të jenë risitë në këtë event trajnim të radhës me Eglend Bici, I cili është sipërmarrës vet. Falenderoj shumë Eglend që Faleminderit. Po ashtu edhe Sandër Xhambazi sipërmarrës, mirë se vjen. Falenderoj që në vizionin e pasdites. Sikur se e thash, për gjithë ata të cilët e duan biznesi, po ndoshta edhe që e kanë prej vitesh, e duan të kenë atë qëndrueshmërinë, pse jo të marrin disa njohuri shtesë, të kenë ndoshta edhe më shumë fokus dhe le të themi atë përkushtimin e duhur, gjithçka I duhet, mund të kenë trajnimin I cili ofrohet këtë herë nga data 11 deri në 13 prill. Mjeshtro biznesi. Fundjavën tjetër. Cili është fokusi këtë herë në mjeshtro biznesin? Tani, biznesi është artë. Pra, duhet të kesh energjinë e duhur për të bërë biznes. Por është edhe shkencë. Pra, praktikisht I duhet të mësosh si ta bësh atë të funksionojë në mënyrë më të mirë të mundshme. Dhe nuk është se ka shpikje që fillojnë gjithçka nga e para, se biznesi do thotë që ti krijon një produkt apo një shërbim më mirë se sa të tjerët, e shet më mirë se të tjerët, me cilësia se shërbim më të mirë se të tjerët, dhe kjo është ajo çka përcakton dikë nga dikush tjetër. Por ajo çka është, pra përsëritja është më e dijes, kanë thënë të parët. Por ajo çka bën Vasili është përpara çdo eventi, ai lexon me qindra libra, merr përmbledhje, informacione nga ajo çka po ndodh sot. Dhe sot ne jemi në një moment të veçantë të, po themi, të mënyrës se si ecën biznesi, sepse praktikisht AI, teknologjia, po dominon biznesin. Nëse ne nuk shkojmë drejt kësaj, sa më shpejt se cili prej nesh, atër gjasat janë që shumë shpejt dhe jemi në regres, më shumë se sa për të patur ecuri. Pse duhet marrim pjesë në këtë event trajnim, sepse ne gjithmonë themi që e dim të bëjmë vetë biznes dhe besoj shumica e shqiptarëve ka këtë mentalitetin. Cila është arsyeja për cilën duhet të vinë qytetarët, jo vetëm nga Shqipëria, unë besoj që tashmë nga I gjithë rajoni po vinë për t'i ndjekur këtë event. Aty duhet jenë dikute përkthehet në 2 gjuhë, por janë nga Shqipëria, kuptohet Shqiptaria, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malizi, nga Serbia, nga Greqia, nga Italia, nga Zvicra, nga Anglia, nga Holanda, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka nga gjithandej. Përkthimi është vetëm anglisht, përkthimi simultan. Por ne jemi 2 persona, pra unë kam pas fatin të jemi angazhuar që në fillim fare kur bë para 5 viteve, pra viti 5 që bëhet mjeshtro biznesin, dhe viti 10 që bëhet si vjet në nëntor rrugat e suksesit, pra janë vite jubilar. Dhe me thënë drejtën, këto 2 vitet e fundit, vit për vit, biznesi im është rritur me pothuajse 300% vit. Pra, ti nuk është çështja vetëm tek mënyra se si I bën numrat e financat, është edhe te mendësia, si ti e përqas atë çka bën, si ti ndryshon rrjetën e biznesit drejt diçkaje që mendon rrjedhën, drejt diçkaje që mendon dhe beson të shton vlerë ty dhe komunitetin njëkohësisht. Dhe patjetër që aty mëson nga të gjithë trajnerët, se secili prej tyre ka fushën e vet specifike, por është një ambient fantastik për takuar njerëz të tjerë të cilët mendojnë si ne. Se nuk janë shumë ata që bëjnë biznes dhe mendojnë të rriten, shumica thjesht e bëjnë thjesht për ta bërë, kanë rastisur në vend e dur, në kohën e gabuar apo dur dhe thjesht ecin përpara për të mbijetuar. Dhe statistikat tregojnë që rreth 6% e bizneseve sot që operojnë në treg janë pothuajse proces mbijetese. 20% fitojnë, 20% janë me humbje. Thjesht e mbajnë biznesin për të qenë, sepse janë biznes. Nga turpi, nga emocionet, nga marrëdhëniet që kanë me tjerët, nga lidhja personale që kanë, nga marrëdhëniet që kanë me familjarë, thjesht vazhdojnë për të vazhduar, por nuk janë duke fituar. Ja dhe sa në tregoj historinë e vetë.
Patjetër. Mjeshtro biznesin, të jep mundësin, do më thënë që sepse të gjithë ne kemi profesionet tona, kemi bizneset tona, dhe normalisht ku ka më mirë se sa të mjeshtërojmë atë që ka ne përfaqësojmë, do më thënë. Mjeshtro biznesin, të jep mundësin që ta bësh këtë gjë në një kohë shumë të shkurtër. Aty ke çfarë mëson nga vetë zoti Vasil, i cili shpalos të gjithë eksperiencën e tij rreth 30-32 vjeçare, 33 vjeçare në biznes, domethënë dhe eksperienca e tij është shembulli më i mirë nga gjithë secili nga ne për ta ndjekur. Ne tham pak më parë që Vasil Nançi lexon shumë libra para se të bëjë pjesë një trajnimi të tillë, po është vetëm ai që do të jetë gjatë gjithë kohës, gjatë kësaj fundjavë për të mbajtur trajnimin apo ka edhe folës të tjerë? Jo, janë 5 trajner. Pra, Vasili ka pjesën më të madhe, por është Arti Marko që është përshitjen dhe optimizimin e tyre. Është Alma Bici që është për marketingun dhe pjesën dhe brendet. Është Doktor Ahmet Shala, i cili është për pjesën e leadershipit dhe menaxhimin. Është Doktor Sherif Bundo që është për financët dhe analizat financiare. Është Ermal Sadiku, i cili është për pjesën e inovacionit dhe digitalizimit, që folëm pak më përpara është pjesë e zhvillimit. Dhe të gjithë këta plotësojnë paketën e asaj çka ne na duhet për të bërë një biznes. Nuk është çështja të bësh thjesht të bësh biznes, është si ta optimizosh biznesin që ai të funksionojë edhe kur ti nuk je. Ky është biznes. Për të patur edhe qëndrueshmërinë që e tham pak më parë. Po, dhe jo vetëm qëndrueshmëri, por edhe rritje, pra ti ta kesh të stabilizuar, të organizuar në atë mënyrë që ai të shtoj vlerë tek ti, te financat e tua, po dhe në komunitet njëkohësisht. Ju vetë jeni bërë pjesë duke patur atë kuriozitetin, besoj, për të ditur se çfarë mund të mësoni më shumë dhe për ta perfeksionuar dhe mjeshtëruar biznesin tuaj. Patjetër. Apo jo, po kush mund të marrë pjesë në këtë trajnim? Kujt mendoni se i duhet më së shumti? Atëherë, unë mendoj që i duhet të gjithëve, pa përjashtim, sepse të gjithë ne kemi diçka për të shitur. Domethënë nuk është thjesht ne që jemi në biznes dhe prodhojmë një produkt dhe e shesim, por të gjithë ne me profesionet tona shesim diçka. Dhe kjo mendoj që i shërben të gjithë njerëzve. Domethënë nuk është se është e ndar kush e do rritjen më mirë, kush e do rritjen e karrierë, rritjen në gjitha dimensionet e jetës i shërben. Dhe duhet të marrë pjesë me patjetër. Eglen, besoj që gjithkujt, pavarësisht atyre që mendojnë shpeshherë që e kanë rritur dhe janë në rrugën e duhur, mendoj që ka të bëjë pak edhe me atë që ti e theksove pak më parë, mendësia, mënyra se si e shohin biznesin e tyre. Pra, gjithkujt, nëse dikush thjesht do të jetë i punësuar dhe të ketë një rrogë të mirë, mbase po, mbase jo. Nëse dikush është në nivelin drejtues në një kompani, do t'i bënte shumë punë. Nëse dikush është nivelin vendimarrës, absolutisht do t'i bënte shumë punë. Nëse dikush është investitor, absolutisht është për të patjetër, sepse e tham, mënyra e përdorimit dhe implementimit sistemeve është shumë e rëndësishme për patur një biznes afatgjatë, fitimprurës, po edhe kontribues në shoqëri. Jetojmë në një shoqëri që gjithmonë më tepër ne individët po jetojmë me atë veten tonë, me atë kupolën tonë të vogël. Biznesi duhet mendoj përtej kësaj. Pra jo vetëm sepse tashmë nuk ke nevojë nuk duhet kërkosh për blerje një produkt, të vjen vetë produktit e tij nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet Google, e ke aty, të del. Kudo ku ti del ke gjëra që dikush apo disa kompanie duan të çesin. Ideja është si ti të lësh emër vendin tënd tek mendja e konsumatorit apo e klientit apo e bashkëpunëtorit që ai të mendoj për të njëjtin çmim apo edhe pak më shumë unë nuk e ndroj asnjëherë Glentin. Për të bërë atë diferencën. Po, se si ne mund të shtojmë vlerë te konsumatori definitiv apo tek shoqëria jonë. Zgjat 3 ditë trajnimi, pse? Patjetër, 11 deri në datën 13 prill. Është 3 ditë, në fakt janë pak 3 ditë, ne diskutojmë vazhdimisht edhe pjesë e grupit tonë. Domethënë, është një proces i gjithë i tillë. Dhe normalisht edhe Vasili dhe të gjithë ne këmbgulim që të gjithë pjesëmarrësit duhet të jenë pjesëmarrës në të treja ditët, sepse po e themi, nëse vjen ditën e parë dhe të dytën nuk merr pjesë dhe ti vjen të tretën, domethënë ke një shkëputje nga gjithë materiali, sepse edhe materiali është i trajtuar i tillë. Cili është vendi ku do të mbahet trajnimi? Ka një orar për gjatë gjithë ditës, si është standard dhe si mund të bëhemi pjesë mbi të gjitha, se duhet ta sqarojmë pak të pikë. Bëhet te Expo City Park. Fillon nga ora 9 e mëngjesit dhe mbaron në orën 7:30 si orar zyrtar, premte të shtunë, të dielën e kemi lënë në orën 7.
Por kjo është orari zyrtar. Për të thënë drejtën, gjatë gjithë këtyre 5 viteve, asë njerës s'kemë mbaruar në orar, gjithë më mbarojmë më vonë. Ashtu? Po patjetër, dhe njerëzit nuk ikin sepse ajo të shka ti, pra ndonjë herë të dhëm koka, po të dhëm koka në konceptin e mirë që wow, si sa pas ka menduar unë këtë gjë, si se dija unë këtë gjën tjetër. Dhe kjo të bën ty që ti të mendosh dhe të reflektosh qa unë mund bëj për ndryshuar në punën time, në biznesin tim, marrëdhëniet e mia, në implementimin, në fund fare biznesin nga se bëhet nga njerëzit. Pra të gjithë kemi produkte, shërbime, por në fund fare janë njerëzit, është skuadra, ajo që bën biznesin të eci përpara, ose është skuadra, ajo që bën biznesin të shkatërohet. Kuptohet, ne themi peshku qelbet nga koka. Okay? Por edhe nëse koka është mirë, po koka nuk di ta implementoj ta përçoj këtë gjë të skuadra, atëherë praktikisht nuk ecë. Mund të ketë një rënim në edhe në absolutisht dhe nuk ecë në gjë. Mund ta lidhja dhe me diçka domosdoshmë, pyetjen që ju thatë që pse është e rëndësishme 3 ditë. Unë e lidh me eksperiencën time të drejt për drejt, domethënë sepse fakti në ditën e tretë, rreth orës diku në përfundim të evenimentit, nga ajo që unë dëgjoj nga Vasili, bëj një shënim tek bloku im i shënimeve dhe unë atë e implementova tek puna ime. Dhe të them të drejtën, ajo ka qenë transformuese për biznesin tim. Dhe unë ndaj flas me krenari për Vasilin, për ato çka ai bën. Domethënë sepse në çdo moment aty nëse nuk e dëgjon ke humbur diçka, ama nëse ti je i vëmendshëm e dëgjon ke fituar shumë. Si mund bëhemi pjesë shkurtimisht? Mjeshtrobiznesin.com, faqe webi, aplikon rrjetet sociale. Edhe pyetja e fundit, ne e dim që Vasil Naçi ka një kontribut të jashtëzakonshëm edhe për komunitetin, por ky është një trajnim i cili vjen me pagesë. Pse? Atëherë, ne kemi filluar që në 2016 të pjesën e trajnimeve me rrugat e suksesit dhe pastaj para 5 viteve me mjeshtrobiznesin. Nëse ti nuk nxjerr diçka nga xhepi, nuk të dhëmb. Sandri tha pakën përpara që duhet të rish 3 ditët, sepse është si zinxhiri, praktikisht i fillon me mendsin, kalon të pjesa e shitjes, pastaj kalon të pjesa e marketingut, pra është gjithçka një proces. Janë të lidhura. Janë të lidhura me njëra tjetrën. Dhe ti nuk e di se ku do jetë ajo gjëja që realisht do të godas. Sandri tha një moment saktuar, diçka u tha, unë vendosa, e shkruaj, e implementova dhe ndryshoj gjithçka në biznesin tim. Pra vetëm nuk është të thënë që duhet marrësh patjetër nga 3 ditët, nga 30 ca orë që është trajnimi aty. Është një moment, një fjalë, një shprehje, një mendësi, një ndryshim që ty të godas, triggerojt nga cmoj, ti ta implementosh atë në punën tënde dhe absolutisht ndryshon gjithçka nga puna jote. Ta thash, për 2 vitet e fundit, pra 2 vitet e ca tashmë, pothuajse çdo vit unë kam me 300% të rritur biznesin tim. Okej, nuk jam më vetëm në atë linjë që isha përpara në pjesën e ndërmjetësimit, po jam tashmë edhe tek projektet zhvillimore. Po që rëndësi ka, unë po bëj diçka, po kontribuoj në shoqëri dhe po gjeneroj më tepër të ardhura. Pse? Sepse fillova të mendoj ndryshe, fillova të implementoj ca mësime ndryshe nga si unë i bëjam përpara. Gjithçka është aty për të gjithë ne ta bëjmë. Thjesht, a mendojmë ne që jemi të gatshëm ta bëjmë? Dhe a mendojmë ne që dim ta bëjmë? A kemi njerëz të duhur, a kemi burimet të duhura, a kemi kontaktet, skuadrën e duhur? Mirë, këtë dhe kjo besoj hyn pak tek ato leksionet që të mund merren me këtë event trajnim. Unë ju falenderoj shumë që ishit në Vizionin e Pasdites për të folur për këtë projekt të radhës të Vasil Naçit. Faleminderit. Ne shkëputemi për publicitet dhe rikthehemi pas pak.